Një shpërthim me lëndë eksplozive u regjistrua një natë më parë në Shkodër, në derën e një biznesi. Nga shpërthimi fatmirësisht nuk pati të lënduar. Pronari i biznesit Lufa Print, Lulzim Mehmetaj, ka dhënë dëshminë e tij para policisë. Ai ka deklaruar se nuk ka patur asnjëherë konflikte, kërcënime apo shqetësime që mund të lidhen me ngjarjen. Nuk kam asnjë ide se kush mund ta ketë vendosur sasinë e eksplozivit. Nuk kam patur probleme me askënd dhe asnjë lloj kërcënimi. Ne operojmë prej vitesh në fushën e reklamave dhe marketingut në Shkodër dhe nuk e kuptoj arsyeën e këtij sulmi. Gjatë ditës kam qenë në banesë për shkak të një viroze. Policia e Shkodrës në bashkëpunim me prokurorinë ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Shpërthimi, i ndodhur mbrëmjen e 9 dhjetorit, ka krijuar panik në zonën e ish fermentimit për shkak të zhurmës së fortë, ndonse lënda eksplozive nuk ka qenë në sasi të madhe. Nga kamerat e sigurisë së sekuestruara nga policia, është konstatuar se 2 persona kanë bërritur me motor pranë subjektit dhe kanë vendosur lëndën plasëse pranë qepenave të biznesit, duke u larguar menjëherë më pas. Autorët mbanin veshje me kapuq dhe fytyrën e kishin të mbuluar, çka e vështirëson identifikimin e tyre. Pas shpërthimit, dyshja është larguar me shpejtësi në drejtim të njësisë Rethina, një zonë rurale pa kamera sigurie. Hetuesit dyshojnë se ata mund të jenë paguar për kryerjen e këtij akti. Policia e Shkodrës po analizon të gjitha pistat e mundshme dhe po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve të ngjarjes. Lulzim Mehmetaj është një emër i njohur veçanërisht në 2 vitet e fundit në opinionin publik për shkak të angazhimit të drejtpërdrejt në Bashkinë Shkodër. Ai rezulton fituesi të gjitha tenderave të bashkisë së drejtuar nga Benet Beci dhe një emër i afërt me kryebashkiakun e Shkodrës. Madje ai është emri i cili ka menaxhuar dhe organizuar të gjitha festat në Shkodër, përfshirë edhe ato të fundvitit.